Si tregoi Zoti për Musa alayhis salam, wa ajiltu ilayka rabbi litarda, dhe unë shpejtova për tek ti o Zoti im që të fitoj kënaqësinë tënde. Ndërsa për Sulejmanin alayhis salam tregon Allahu xhaleshanu në Kur'an dhe thot, kur ai lutej rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. O Zot, të lutem, më mundsoja Allah që unë t'jem falendërues në mirësive që ti më fale. Madje o Zot, t'jem gjithashtu edhe për prindit e mi, dhe më bëj për atyre të cilët do të punojnë vepra të mira dhe janë vepra mirë, ja Allah, dhe që të fitoj kënaqësinë tënde, pra të kem kënaqësinë tënde. Ndërsa për Zekerian alayhis salam, Allahu xhaleshanu tregoi në Kur'an dhe tha, wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya. Zekeria alayhis salam i lutej Zotit në bashkëbizedim me të. Allahu xhaleshanu i drejtohej dhe i thoshte, o Zot, të lutem ja Allah, unë kam frikë se pas meje nuk do të kem pasardhës, e duke qenë se edhe bashkëshortja ime është e thyer në moshë. Kam shumë besim të këti o Allah, dhe kam shumë siguri të këti o Allah se ti do të më falësh mua një pasardhës, i cili të më trashëgoj mua dhe të trashëgoj profecinë e familjes Jakubit. Wa ja'alhu rabbi radiya, dhe bëj atë o Zot që ti t'jesh i kënaqur prej ti, dhe ai t'jet i kënaqur prej teje, ja Allah.